Ky video incizim është regjistruar nga Ratia. Pamjet e shfaqin Taher Gërbeshin, një prej të rënditurve në kryet e listës së personave më të kërkuar në vend. O, klësh jeni vetë, klësh kudrës jeni. I njohur me Nov Kënxani, ai ndodhet në Arati tash e më shumë se 2 vite, si i dyshuar për fajde, shmangje nga tatimi e sulm ndaj policisë. Në videon të cilën e ka siguruar paparaci, Gërbeshi shihet duke lëvizur lirshëm me veturë dhe dëgjohet duke i fyer rënd zyrtarët policor. Taher Gërbeshi ndodhet në Arati që prej marsit të vitit 2023. Atkohë Gërbeshi kishte shpëtuar arrestimit në një kontroll që Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Rënda në Prishtinë e kreu në pronat e tij. Sipas një raporti të prokurorisë së Ferizajt, Gërbeshi u aratis bashkë me 7 persona të tjerë, të cilët bashkërisht po hetoheshin për fajde në rastin Brezovica. Emri i të njëjtit është përmendur edhe për përfshirje në rastin e detyrimit të një burri që të mos e blej një pronë në vushtri, për të cilin 3 ditë më parë u arrestuan 4 anëtar të familjes Gërbeshi.